Kapitulli 20. Të dielën herët në mëngjes, ndërsa ishte ende errësirë, Maria Magdalena shkoi te vari dhe pa gurin të larguar nga hyrje. Atëherë ajo shkoi me vrap te Simon Pietri dhe te dishepulli tjetër, ai të cilin Jezui e donte, dhe u tha: E kanë marrë Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e kanë vënë. Pietri dhe dishepulli tjetër dolën jashtë dhe shkuan te varri. Vraponin që të dy, por dishepulli tjetër vrapoi më shpejt se Pietri dhe mbriti i pari te varri. U përkul dhe pa pëlhurat e lëna atje, por nuk hyri brenda. Ndërkohë mbriti edhe Simon Pietri që po vinte pas tij dhe hyri në varr. Aty pa të lëna pëlhurat si dhe rizën që kishte qenë mbi kokën e Jezuit. Kjo nuk ishte me pëlhurat, por ishte mbështjell veç në një vend tjetër. Atëherë hyri edhe dishepulli tjetër që kishte mbritur i pari te varri. Ai pa dhe besoi. Ata nuk e kishin kuptuar ende shkrimin e shenjtë që thoshte se Jezui duhet të ngjallej prej të vdekurve. Pastaj dishepujt u kthyen përsëri në shtëpi. Maria qëndronte përjashtë pranë varrit duke qarë. Ndërsa qante, u përkul drejt varrit dhe pa dy angjëj të veshur me të bardha që qëndronin atje ku kishte qenë shtrirë trupi i Jezuit. Njëri te koka dhe tjetri te këmbët. Ata i thanë: Grua, përse po qan? Ajo u tha: E kanë marrë Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë. Si tha këto, ajo u kthye prapa dhe pa Jezuin që qëndronte në këmbë, por nuk e dinte se ishte ai. Jezui i tha: Grua, përse po qan? Kë po kërkon? Ajo duke kujtuar se ishte kopshtari, i tha: Zotëri, nëse e ke marrë ti, më thuaj, ku e vure, dhe unë do ta marr. Jezui i tha: Mari. Ajo u kthye dhe i tha në hebraisht: Rabuni, që do të thotë mësues. Jezui i tha: Mos më prek, se nuk jam ngjitur ende te kati. Por shko te vëllezërit e mi dhe thuaju se unë po ngjitem tek ati im dhe ati juaj, Perëndia im dhe Perëndia juaj. Maria Magdalena shkoi dhe i lajmëroi dishepujt se kishte parë Zotin dhe se ai i kishte thënë asaj këto fjalë. Në mbrëmjen e po asaj dite, të dielën, ndërsa dyert e vendit ku rrinin dishepujt ishin të mbyllura nga frika e judenjve, erdhi Jezui, qëndroi në mes dhe u tha: Paqja me ju. Si tha këto fjalë, u tregoi duart dhe brinjën. Dishepujt u gëzuan kur panë Zotin. Pastaj Jezui u tha përsëri: Paqja me ju. Sikurse Ati më dërgoi mua, ashtu edhe unë ju dërgoj ju. Pasi tha këto, hukati mbi ta dhe u tha: Merrni shpirtin e shenjtë. Atyre që u falni mëkatet do t'u falen. Atyre që nuk u falni, nuk do t'u falen. Por një nga të 12-tët, Thomai, që e quanin Binjak, nuk kishte qenë me ta kur erdhi Jezui. Dishepujt e tjerë i thanë: Kemi parë Zotin. Ndërsa ai u tha: Po të mos shoh shenjat e goshtëve në duart e tij, po të mos vë gishtin te shenjat e goshtëve, dhe po të mos vë dorën te brinja e tij, unë nuk do të besoj. Pas 8 ditësh, dishepujt ishin përsëri brenda në dhomë dhe me ta ndodhej edhe Thomai. Atëherë erdhi Jezui. Megjithse dyert ishin mbyllur, qëndroi në mes dhe u tha: Paqja me ju. Pastaj i tha Thomait: Vëre gishtin tënd këtu dhe shiko duart e mia. Shtrije dorën dhe vëret e brinja ime. Dhe mos dysho, por beso. Thomai u përgjigj: Zoti im dhe Perëndia im. Jezui i tha: Besove sepse më pe. Lum ata që besojnë pa parë. Jezui bëri para dishepujve të tij edhe shumë mrekulli të tjera, që nuk janë shkruar në këtë libër. Këto u shkruan që ju të besoni se Jezui është Krishti, Biri i Perëndisë, dhe që duke besuar të keni jetën në emrin e tij.